Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet I përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi njerëz dhe si të tillë bëjmë gabime, bëjmë gjunahe pafund. Mi po e gjithë çështja është se pas gabimeve dhe gjunahe që bëjmë, a pendohemi tek Allahu apo jo? Pra sepse njeriu nuk ka shans mos me bë gabime. Ai që thot nuk bëj gjunahe gënjen, se profeti sallallahu alaihi wasallam thot çdo bir I Ademit, pra çdo njeri është gabimtar dhe më I miri I gabimtarëve është ai që pendohet dhe kërkon falje tek Allahu te bareke ve teala. Pra gabimi apo gjunahu është I patjetërsueshëm tek robi. Do ta bëj qoftë madh qoftë vogël. Mi po gjithë çështja qëndron a pendohet mas atij mëkati që ka bërë. Dhe prej pendimit apo prej istighfarit më madhështor është ai që është quajtur Sejdul Istighfar, zotria e istighfarit apo zotria e kërkim faljes. Ku e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dik, ma istata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Pra me kët istighfar ti I nënshtrohesh Allahut dhe tregon varfrinë tënde për Allahut, nevojën tënde të madhe për Allahun te bareke wa taala. Dhe thua: Allahumma anta rabbi, o Allah, ti je Zoti im. La ilaha illa ant, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. Domethënë, këtu ti po I përgjigjesh Allahut dhe thua: o Allah, nëse ti nuk më fal mua, nëse ti nuk më pranon mua, edhe më mbyll dyert, atë ku të shkoj unë? Se ti njëj vetëm dhe I pashok. S'kam të adhuruar të tjetër përveç teje dhe Zot tjetër përveç teje. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani, ti më krijove mua, wa ana 'abduk, dhe unë jam robi yt. Khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dhe unë do të qëndroj besnik marrveshjes me ty dhe premtimit tënd. Aq sa të mundem. Subhanallah. Pra do përpiqem aq sa të mundem. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Unë kërkoj mbrojtje prej teje nga sherri I asaj që bëra, nga e keqja që prej asaj që bëra, ose kërkoj mbrojtje nga gjunahu që bëra. Ebu leke bi ni'matika alayya. Unë jam falendërues dhe mirënjohës ndaj mirësive që më ke dhënë, ndaj begative që më ke dhënë. Wa abu bi dhanbi, dhe I pranoj gabimet e mia. Wa abu bi dhanbi faghfir li. Prandaj mi fal gjunahet. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Se me të vërtet askush përveç teje nuk I fal gjunahet. Subhanallah, çfarë nevoje I shpreh ti Allahut këtu në fund. Në fillim e madhron me tauhid, me njësim të Allahut, duke njësuar vetëm Allahun, duke mos anuar as nga teqja, as nga tyrbja, as nga varri, as tek pejgamberi, as tek me lajket, tek askush, vetëm se tek Allahu. Pastaj më mbrapa tregon se ti do përpiqesh ti përmbash rregullat e Allahut te baraka taala dhe premtimin që I ke dhënë. Pastaj çfarë? Më mbrapa ti shpreh Allahut atë çfarë ke bër. Pra dhe thu: A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kërkoj mbrojtje nga e keqja që bëra. Ebu leke bi ni'matika alayya. I pranoj mirësitë e tua ndaj meje, se mirësitë e Allahut ndaj nesh janë shumëta. Wa abu bi dhanbi. Dhe I pranoj edhe gabimet e mia. Pavarësisht se ti më ke begatuar me mirësi, ama I pranoj edhe gjunahet që kam bër, edhe pse nuk duhet I bëja, sepse mirësitë e tua janë shumëta edhe prapë unë të kundërshtova. Wa abu bi dhanbi faghfir li. Më fal. Pra ti këtu kërkon falje tek Allahu dhe ndjen keqardhje për atë mëkat që ke bër. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dhe këtu e përforcon dhe thua se me të vërtet më fal, se me të vërtet askush përveç teje nuk mund ma fal mëkatin tim apo mëkatet e mia. Prandaj kjo lutje është madhështore. E përsita prap nga fundi që të kuptojmë çfarë vlerë të madhe ka kjo lutje. Prandaj bëj këtë lutje o vëlla. Dhe çfarë mirësi ka kjo lutje se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e thot në mëngjes me bindje këtë lutje, me bindje dhe vdes në atë ditë, po atë ditë domethën, atëherë do të hyjë në xhenet. Allahu akbar. A çfarë do më shumë? Ne për atë xhenet po luftojmë. Dhe thot kush e thot në mbrëmje, I bindur në atë që thot, dhe vdes në atë natë, ky do të futet në xhenet. Subhanallah, sa I madh është Allahu. Me diçka të vogël, por që ti e pranon që I gabimtar dhe gjunaqar dhe largohesh pastaj nga gjunahu që ke bër dhe përpiqesh gjithmonë që të jesh më I mirë me Allahun, Allahu nëse ti vdes atë ditë, domethënë të fut në xhenet.
Po njeriu nëse e bën çdo ditë, me lenin Allahut, një ditë prej ditësh kur të vdes, me lenin Allahut do të futet në xhenet. Po nëse e neglizhon, nuk i diet ndoshta ditën që ti vdes dhe nuk e ke bër, ndoshta e humbet këtë vlerë apo këtë mirësi kaq të madhe. Prandaj mos e neglizho këtë dhikr, se ky është ke dhikri i mëngjesit apo përmendja e Allahut në mëngjes edhe në mbrëmje. Allahu na bëf për ato që përmendin Allahun shumë, që i kërkojnë shumë falje dhe lut Allahun e madhruar të më fal mua dhe juve. Walhamdulillahi rabbil alamin.